Një nga dosjet më të mëdha ekonomike të viteve të fundit po kalon në duart e prokurorëve të posaçëm të SPAK-ut. Prokuroria e Fierit ka shpallur mos kompetencë për hetimet ndaj kompanisë Bankers Petroleum dhe 14 të dyshuarve të saj, duke kërkuar që hetimet të vijojnë në nivel qendror për shkak të përmasave të çështjes dhe dyshimeve për përfshirje të zyrtarëve të lartë. Në dokumentin zyrtar të prokurorisë thuhet se mënyra se si janë shifruar afro 532 miliard lek naftë përmes shkeljeve ligjore dhe pa raportuar fitim real është për të fuqisë hetimore të prokurorisë vendore. Në qendër të hetimeve është dëmi ekonomik i shkaktuar shtetit përgjatë më shumë se 20 viteve nga shfrytëzimi i pasurisë nëntoksore në zonën e Patos Marinzës, një nga vetëmurimet më të mëdha të naftës në vend. Mes personave në hetim janë drejtori i përgjithshëm i kompanisë Hong Ping Ziao, ish drejtori Leonila Çobo, si dhe disa ish zyrtarë të tjerë në nivel zbatues, mes tyre jurist dhe financier të kompanisë. Aktualisht Ziao dhe Çobo ndodhen në burg, ndërsa drejtori financiar Liani Wang dhe 4 të tjerë janë arrest shtëpie. Prokuroria dyshon se të akuzuarit kanë falsifikuar dokumente financiare dhe kanë kryer transaksione të mëdha bankare në favor të tij, duke raportuar për rreth 2 dekada humbje të vazhdueshme nga aktiviteti për të shmangur tatimin mbi fitimin. Hetuesit po verifikojnë gjithashtu rolin e disa bashkëpunëtorëve që ndodhen jashtë vendit, të cilët dyshohen se kanë ndihmuar në realizimin e skemave të pastrimit të parave. Të dyshuarit nga ana tjetër i kanë mohuar akuzat duke pretenduar se çdo procedurë financiare zhvilluar sipas ligjit dhe në përputhje me kontratat koncesionare të miratuara nga shteti shqiptar. SPAK pritet të vendosë në ditët në vijim nëse do të zgjerohet hetimi edhe ndaj zyrtarëve të institucioneve publike që kanë rol në mbikëqyrjen e aktivitetit të kompanisë.